përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në një video të re në kanalin tim. Unë sot jam bërë gati sepse do iki në studio, do bëjmë ndryshimin e skenave të reja, do ju marrë me vete, t'ju tregoj gjërat më interesante dhe jam zgjuar pak jo shumë herët, hekurosa, se kisha shumë për të hekurosur, bëra drekën. Dhe thash, me qënë se koha ishte kështu me shi, sot të bëj fasule. I futa në Delimano dhe më duk sikur nuk kishin zjerë shumë mirë. Edhe thash po i vendos në tenxhere kështu normale dhe mbase zjen dhe pak më shpejt se po më haj buk. Edhe i them Gjulio sa të mbaroj, unë së bëri gati, së bëri make-upin se kisha bërë. Mi shiko pak fasulet, i thash mos ti iki ai uji. Do më thënë, si mund t'ja bëja pak më të thjesht, që mos t'i dishte. Edhe, okej, thaj, ika unë me mendjet fjetur. Edhe sikur ta ndjeja, po e bëja aq shpejt këtë make-upin sot, edhe zbrita me vrap poshtë. Se thash, si do që t'jetë si ka hedh shumë ujë, ai si ishte hedh ujë fare. Edhe, kur shkova atje, e gjeta te soba dhe ja bënte, janë ndjegur, Do më thënë, nuk e di me këtë historin të qesh apo të qaj, po jam shumë e nerva për momentin. Ja bënte, janë ndjegur, Jo, ç'ne, i thoja unë si janë ndjegur fare. Okej, kishin filluar të digjeshin pak, po prape kishin marrë atë aromën e të djegurve, se dhe... Okej, thash, inshallah se s'ja deri në fund pjatën. Ato ishin bërë aq të shishme dhe më vinte aq shumë inat, sa që nuk di ç'të them. Nese, gjithsesi, ne i hëngrëm. Po kjo ishte historia, më thoni, janë edhe burrat tuaj kështu, apo është vetëm ky imi? Okej, tani po e marr pak me të qeshur situatën, por është shumë acaruse si situatë. Nese, do shifemi bashkë në studio, se për pak do iki, sa të vi ajo skenografja. Dhe të shohim se çfarë na ka sjellë sot për të ndryshuar skenat. Sa po erdhëm, edhe direkt u bëra pis me kafe. Këto skenat do ndryshohen sot, mezi po pres. Studio është bërë shumë rëmuj, këto janë veshje çunash, edhe ka enë për t'u larë, ka rroba për t'u hapur, o zot, ande i bëm punime, tani e gjetën, Gjulio që pi kafe për qef.
Chili cheese, të shohim si do jetë. Ketchup. Sot mendova se do të gatuaja darkën në shtëpi, por jo. Kemi shumë punë. Në YouTube. Sa kjo to zoti madh. Rëmuja këtu. Tani duhet një kafe për energji. Hello, sa po erdha nga studio, jam shumë e lodhur, u lodha duke hapur ato pemët, duke u marrë me ndryshimin e skenave dhe më kapi nepsi për diçka të kripur dhe spicy, vdes për gjërat pikante, edhe pse nuk më bëjnë mirë. Nuk e di ç'pata. Më ka filluar dhe një dhimbje barku e tmerrshme. S'kam hequr as make-upin, jam shumë e lodhur, përtoj të bëj çdo gjë tani në këto momente. Po nice, ndoshta e gjej kohën ta laj fytyrën se nuk flej asnjëherë me make-up. Një mëngjesi nga një ditë tjetër. Sot u qova, u bëra gati dhe do ikim tek Megateku së bashku, bashkë me Belë, sepse do blej gjërat që më duhen për skenat. Mund të iki më vonë edhe pak te Tegu, te Jumbo, të shikoj çka ka dalë, po inshallah do të ndalë gjërat të vitit të ri edhe tek Megateku, se nuk jam e sigurt nëse dalin kaq shpejt apo jo. Edhe t'ju tregoj pak veshjen e sotme. Pas ka dalë dhe dielli, sa qef, sepse kemi ndërmend të shkojmë dhe në Durrës të ham një drek aty. Bela, kush është kjo që po bën foto? Ka frikën këtë. Se ke frikë? Sa e shpifur duket. Qa e bukur mi shi si është. Si në për filmat horror. Sa po arritëm në Durrës. Edhe koha po na mban aq mirë, shikoni çfarë dielli. Do pim kafe, do ham, do kënaqemi në diell dhe me pamje nga deti. Dim në restorant një. Tani do gjejmë pak kolsin se do shkojmë do blejmë kostume. Dhurat për burrin. Do blejmë ty se ka ditëlindje. Po. Edhe pas saj do ikim të ham drekën. Durrësi se kisha parë ndonjëherë shumë, se gjithmonë kam kaluar me makinë,
Po paska goxha jetë, kështu kur kalon në këmbë, paska good vibe. Madas, Abrin dhe pizza. Bela po Lenama, Bela Lenama. Qa bëm shumë i bo. Do bëj dimër këtë vit. Më shumë dimër këtë vit. Nuk pas kanë bën rrypje, në isha as në ndalojnë këto dursakët. Ja ku jemi, po ikim për Curila të ham një drek, me qënë se shoppingun të Kolsi e mbaruam, ne të dyja nuk do blinim as një gjë, kishim thënë, do i blinim vetëm Klajdit dhe përfunduam duke i marrë gjithë familjes pastaj. Do ja u tregoj më vonë se qa kemi marrë, tani do shijojmë ca linguini me fruta deti, po nuk e dim të cili restorant do shkojmë thua. Do a themi kur të arrim, të lëm Kur ta vendosim. pa, ta lemi çik surprizë edhe do ju tregojmë edhe se ku do pim kafen, sepse unë thash që do dali dielli sot se s'bën, edhe ja, e shikoni miq. Po plasim vapër. Pa. Ta dia isha vesh dhe pak më hollë. Mirë, holli e vesh pra. Në shtëpi që nga studio dhe u lodha shumë sepse u mora pak me sistemimin e veshjeve, normal që s'kam mbaruar akoma, por para se të bëj një dush, mendova që t'ju tregoj se çfarë bleva sot tek Kolsi në Durrës, edhe pse nuk kisha ndërmend të blija gjë, në fakt shkova për të shoqëruar Belën më shumë dhe për të ngrënë një drek në Durrës, por nuk mund të dilja unë pa bler asnjë gjë. Si herën e fundit mora 2 kostume, një Giulios, një për vete dhe t'ju tregoj si çmime më kushtua 128 dhe një falas. Giulios ja mora të zez, në fakt edhe unë e doja një të zi, por kur pash ngjyrën që ka marrë, u dashurova dhe e ndryshova në moment. Kujta ja ka marrë masat në rregull një herë, po në rregull. Kostumi është i zi, me këto detajet, te tutat dhe tek bluzja kështu. Shumë i bukur, materiali duket shumë i mirë. Tani t'ju tregoj kostumin tim. Te Megateku mora vetëm aromën time të preferuar, që ja u kam treguar, që nga fillimi i hapjes së studios, unë kisha bler 2 si këto,
Dhe kisha lënë një në banjo dhe një aty tek holli. Dhe njerëzit ma kanë pëlqyer shumë, më thonin çfarë parfumi ke hedhur. Kjo është me Glamour and Cherry, por ka një aromë fix si parfum, është super, ja u super sugjeroj, edhe pse nuk dua të ma mbaroni tek Megateku, po s'ka problem, po ja u tregoj. Se tashmë ja u kam thënë të gjithve cili është aromatizuesi që përdor. Ja, kjo është ngjyra e kostumit që unë dashurova sa e pash. Në fakt nuk kam gjetur mas herë tjetër, është si në kafe. Jo tamam kafe, nuk e di si t'i them, si ngjyrë tulle, shumë i bukur. Edhe me këto vijat e bardha anash. Edhe këto janë tutat. Shikoni sa të bukura. Në fakt edhe i zi do më kishte pëlqyer, po mos t'i gjeja këto, sepse unë nuk kam një kostum sportiv të zi, po që do kem këto tablete të zi. Disa gjëra për skenat, nuk mbarojnë kur, do më thënë. Kemi për të bler drita, për të marrë një perde, shumë gjëra. Do iki dhe njerë të Megateku, se mbase tani mund t'i shesin ato gjërat e vitit të ri, mund të shkoj dhe te Jumbo, kemi shumë punë sot, edhe pse është ditë e shtunë. Jemi veshur të dy me kostum sportiv, gropat e Tiranës. Ndërkohë, këtu mbrapa kam një porosi. T'ja u tregoj, se nuk e dia do bëhem mbar, t'ja u tregoj në shtëpi. Kemi marrë bluza të personalizuara tek Clothing Store, që është në Astir. Hape pak shpërt. Ja, se jemi dhe në makinë. Kjo është pjesa e mbrapa dhe kjo pjesa para. Materiali duket i mirë, kemi marrë dy si këto, një për Gjulian, një për mua. Daluam tek qëtoja për të marrë qedarin e kamshëm te Burger King. Ja dhe Eva si na qeras. Se ka copyright. Sa bukur. Është sa ora, 11? Ne vazhdojmë akoma. Këtu kemi Rozin që po na ndihmon. Haj Kudita. Se thoni që edhe Klajdi. Rëmuj gjithandej. Kanë filluar kërcimet te tani. Hopa. Çunat pun. Djalë, je shumë i mirë. Tongo me buk, tongo me grosh. Sa bukur doli, ha? Me
drita.